Mbi 30 e ca fshatra, këtë problem që vuan fshati i Zvor e vuajnë dhe ata fshatra bashkë me neve sot. Vajtëm 6 ditë pa energji elektrike. Problemet bashkëfshatarët e tanë, qoftë zonave dhe të tjera, nëpërmjet komunikimit që bëjmë me telefon, kanë të njëjtin shqetësim siç e kanë ta pensionistët e minjerës së Qymyrgurit, që kanë punuar me vite me radhë atje. Jo që e drejta e tyre si punëtor minjere, asë që njëherë nuk u është shpërblyer shpërblimi i minatorit të Qymyrgurit, që mushkrit e tyre janë të kalbura dhe sot, por fatkeqësia më e madhe për këta pleq po vjen se këta nuk pinë dot një kafe dhe nuk marrin dot një kile mish ta mbajnë në frigorifer. Edhe ata pak mish që me zi e blenë në për dyqane, apo dhe një pul që e ka në shtëpi për ta therrur, sa e therr i qerbet pure se s'ka drita. Plus pasaj përlarje, plus ndriçimi në shtëpira, se të gjithë këta pleq, kush ka mbetur 1, kush ka mbetur 2, ky fshat tu është me 380 familje, kurse i Zvor, Luftinj, Rabie, Glav, Luftinj 2, janë 600 familje. Këto 600 familje nuk kanë vetëm këtë shqetësim që neve ngrem sot. E shqetësimi më i madh akoma sepse neve kemi mbetur mbrapa krave si zonë. Thanë dhe parafolësit, këtu problemet janë të shumta, që nga rruga, që nga bujqësia e shkatëruar, që nga blegtoria, që nga ujëvaditës dhe problemi më energjens, si që thamë dhe më parë, është energjia elektrike. Kjo ka vite që është problem dhe nuk është vendor. Përveç që mungojnë dritat, një afat kohor të gjatë, kemi dhe tensionin të ullt. Ka në familje tensioni është 160 gradë. 160 volt. Dhe këto probleme janë në të gjithë zonën tonë, në të gjithë fshatrat, në njësinë administrativ. Vajtëm rreth një javë, pa energji elektrike. Çfarë ju kanë thënë? Ja ka probleme, ka defekte, ja do ta rregullojmë. Këto janë. Jemi një javë pa drita, pa bukrim, pa ujë bimne. Po marri 1 milion lek i zë syt buke e Enverhojzës. Po të paktën e puri Enverhojza, po rregulloj ata të që ka janë, ja shqyva po bja atje. Pse rregullon? Po me 1 milion, o të thëtë të pyt, unë punoj minjerë 25 vjetë, po marri 100 lek, aj po me 1 milion. Normale, është më shumë normale që të rrish pa drita. Pse do të thuash ti? Unë kam gjezdisu Evropën, edhe 1 minutë nuk rri do të pa drita. Po jo këtu rri me fjalë 2 ditë, 3 ditë, frigoriferët që kryen, mishi po mere i dhe poshtë, se nuk bën me. Pasaj, çdo herë që ke ardhur me fjalë, ja, vate i pesh shtyllat që parë? A i pesh shtyllat që parë? Sa vjetë kanë? Duhet, ore janë 4 punëtor, bëj me turne, bëj me 2 turne. Ata të paguar janë. Bëj me 2 turne. Të vi, njeri do janë na me gjezi dhe orën 2 dhe 3, u fikën. Të vinë ola dhe vje grupi tjetër të ndezi ola që që të prish ai me fjalë biznesin e tia, tjetri, ose edhe una që kam 5 kile mish të azem se i kam në shtëpi. Po nuk bëhet, është gjunor. Problem ka qenë tërkon me dritat. Një herë të fryjnë qaf Mirica, ne pa drita mbetemi. Tërkon. Ky problem ka qenë.